A i keni po këto lajme për Bexhet Pacollin në mediat e Shqipërisë. Çështja është kështu. Mediat në Shqipëri kanë njoftuar se Bexhet Pacolli, bashkë me vllajën e tij Emin Pacolli dhe administratorin e kompanisë së tyre në Shqipëri, Nelson Qela, po hetohen nga Prokuroria e Tiranës për mashtrim me pasoja të rënda, mashtrim kompjuterik si dhe falsifikim të dokumenteve. Dyshimet e prokurorisë janë se Pacolli në mënyrë të fshehtë dhe të kundërligjshme, pasi ka mashtruar partnerin e tij fillimisht, më pas e ka bartur aeroportin e Vlorës në pronësi të një kompanie përmes një kontrate që praktikisht u merr fuqinë vendimore së aksionarëve dhe e ka lënë atë te kompania. Dyshimet janë se kompania është një guask offshore me lidhje që përfundimisht çojnë në Rusi. Historia është kjo. Në vitin 2021, Bexhet Pacolli kishte marrë në partneritet publiko-privat me kompaninë e tij Mabco një pjesë të aksioneve të aeroportit Vlorës bashkë me kompaninë 2A Group në pronësi të Valon Ademi. Pacolli kishte 51% aksioneve dhe në pronësi të një pjesë të aeroportit për 35 vitet e ardhshme. Por, derisa partneri i Pacollit kryente investime në pjesën e tij për funksionalizimin e aeroportit, kompania e Pacollit kishte ngecur krejtësisht me punime dhe nuk po kryente investimet që i takonin. Pikërisht në këtë kohë, dyshohet se Pacolli ka bërë një kontratë të dyshim, ku aksionet e tij dhe të partnerit të tij, pa dijenin e partnerit, ja kishte shitur një kompanie offshore me emrin Compartment Bernina, e cila përfundimisht duket se ka lidhje ruse. Kontrata të cilën e ka parë Vox Kosova është një kamuflim i shitjeve të aksioneve dhe kalimi plot i pronësisë së aeroportit te kjo kompani. Megjithatë, për ta mbajtur situatën të fshehur në publik, Pacolli vazhdon të qëndrojë formalisht me kompaninë e tij në aeroport dhe fillon investimet e pjesës së tij. Kurse, për të fshehur përjardhjen e parave që tash investoheshin në aeroport, ato fillimisht vinin në Kosovë, në kompaninë e posaçhapur të Pacollit dhe më pas nga Kosova investoheshin nga kompanitë e Pacollit në aeroport në Shqipëri. Këto para me gjas ruse futeshin në Shqipëri nga Kosova dhe kështu supozohet të mbajë e fshehur kontrata e dyshimit të Pacollit. Vox Kosova e ka gjetur këtë kontratë dhe e ka parë. E quajtur Facility Agreement, ndonse e paraqitur në formë të një marrëveshje të huaj midis kompanisë së Pacollit, Mabco Construction, dhe kompanisë offshore, kontrata në substancë nuk përmban karakteristikat e një huaje klasike bankare, siç dëshiron të prezantohet fillimisht. Elementet kontraktore dhe struktura e saj tregojnë se objektivi real nuk është thjesht financimi i projektit, por marrja e kontrollit ekonomik dhe operacional mbi aeroportin përmes instrumenteve të borxhit. Hilja e kontratës është se ajo formalisht nuk parashikon transformim kuotash ose ndryshim pronësie. Në pamje të parë, aksionerët mbetën të njëjtë dhe dokumenti duket si një marrëveshje financimi. Kjo maskë formale është vendosur për ta paraqitur marrëveshjen si financim të zakonshëm dhe jo si ndryshim pronësie apo shitje, pikërisht për ta mbajtur të fshehur involvimin rus në skemë. Por në esencë, huadhënësi merr të gjitha elementet e kontrollit që zakonisht i përkasin aksionerëve apo administratorëve. Siç tregon kontrata, kompania merr kontroll mbi të ardhurat dhe llogaritë e aeroportit. Po ashtu, të gjitha llogaritë bankare janë të vendosura nën barr në favor të huadhënësit, i cili përcakton mënyrën e përdorimit të tyre. Kompania me lidhje ruse ka edhe veto mbi vendimmarrjen, pasi çdo ndryshim i dokumenteve statutore ose i kontratës koncesionare kërkon miratim në huadhënësit, duke i dhënë atij kompetenca të barabarta me një aksionar kontrollues. Gjithashtu, kur shikohet pamundësia e parapagimit, ndalimi i parapagimit për 5 vitet e para dhe penalitetet pas këtij afati e bëjnë marrëveshjen të pashmangshme dhe e lidh shoqërinë koncesionare në mënyrë të pakthyeshme. Dhe përfundimisht, mekanizmi i accession letter që e ka kontrata e kthen vesh shoqërinë koncesionare në huamarrëse, duke ngarkuar me detyrime të huas që fillimisht ishte në emër të aksionarit. Këto elemente të kombinuara të kontratës prodhojnë një rezultat të qartë, ku shoqëria koncesionare e humb pavarësinë financiare dhe vendimase dhe huadhënësi fiton kontroll ekonomik mbi të gjitha flukset financiare të projektit, duke lënë aksionarët vetëm me rol formal, derisa pushteti real ka lënë tek kreditori. Si përfundim, ky instrument juridik arrin të njëjtin efekt si shitja e aksioneve, por pa një kontratë shitje të hapur. Pra,
kemi të bëjmë me një shitje të maskuar, një strukturë ndërtuar posaçërisht për të transferuar kontrollin e aeroportit të Huadhënsi në petkun e një marrëveshje huaje. Sipas dyshimeve, prokuroria, përveç pistës së hetimit me mashtrim me kontratë, po merret edhe me faktin se bëhet fjalë për një kompani të dyshimt që tash merr pronësinë e një aeroporti të rëndësishëm në shtetin shqiptar.